Shoh në drejtimin e duhur shpallin si shtet që sponsorizojnë terrorizmin, sepse regjimi i Iranit mbetet një regjim teokratik, fetar, që vërtet është marrë me mbështetjen e organizatave si Hamasin, Hezbollahun, dhe që kanë domethënë grimcat e kësaj i kemi përjetuar edhe ne në Shqipëri. Ka qenë dhe mbetet një shtet i rrezikshëm. Thënë kjo, nuk e di a kemi kohën të flasim edhe për politikat e gjera. Me fjalë, unë jam me shumë rezerva ndaj politikës trumpiste, edhe në lindjen e mesme, edhe në hemisferën perëndimore, edhe ndaj Europës, që kërkon strategjia e re e sigurisë kombëtare të kultivojë rezistencë ndaj partive kryesore europiane, për gjoja për të shmangur shujën e civilizimit europian, për të mbështet forcat e djathta këtu si alternativën për Gjermaninë, që është një lëvizje e shpallur ekstreme në Gjermani, dhe shkurt për të dhënë fund Bashkimit Evropian, ku ne